Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, dinamikat edhe ngjarjet. Tani dua të flas pak për Dolçen dhe për Edin edhe një herë. Dolçe dhe Edi natën e mbrëmshme patën një lloj krisje në Big Brother, ku Edi e patë videon e famshme në Grande Fratello, mori opinionet e Dolçes, mori qëndrimet e Dolçes dhe kuptoi që Dolçe nuk është se ka ndonjë simpati jashtëzakonisht madhe për Edin, por menjëherë pas daljes nga dhoma e sekreteve, kështu do ta quaj unë, Dolçe dhe Edi, për shembull Edi pati një lloj puthje kundërdrejt Dolçes, saqë e bëri këtë puthjen me shumë entuziazëm dhe me shumë dashuri. Tani, Dolçe, duke që është e bindur në ndjesitë e saj, që nuk ka dashuri për Edin, ajo domethënë e dëshmoi edhe gjatë një bisede që natën e mbrëmshme pati me Albën, teksa po qëndronin në verandë dhe po darkonin pas prajmit, Dolçe foli me shumë maturi, foli me shumë energji të mirë, foli me shumë kënaqësi që nuk është se kam diçka domethënë për Edin apo nuk është se kam ndonjë ndjesi. Pas përfundimit të lidhjes, ajo bisedoi me Albën për këtë rast. Ishte Alba që e përgëzoi fillimisht Dolçen për maturin, duke akuzuar Edin për xhelozi. Do të thonë, sipas Albës, Edi është shumë xheloz brenda kësaj shtëpie, ku realisht unë nuk e shoh të tillë, sepse mendoj që Dolçe ka qenë gjithmonë në hijen e Edit në Big Brother dhe nuk është se ka patur Edi ndonjë moment që të bëhet xheloz, apo Dolçe ka bërë namin duke bërë lojë, apo Dolçe ka bërë namin duke bërë strategji, apo Dolçe ka bërë namin duke luajtur atë të fortën e shtëpisë, domethënë nuk ka patur kështu fenomenesh edhe normalisht nuk e shoh unë që Edi të bëhet xheloz. Por nga ana tjetër Dolçe u duk sikur nuk po interesonte shumë prishja e raportit me Edin, duke thënë se ajo kështu e ka tipin dhe nuk ndryshon për asnjë njeri në këtë botë. Tani Dolçe, çfarë arrita unë të kuptoj mbrëmte Dolçe, nuk është gocë e keqe, por është shumë koklar. Domethënë e ka atë unin e veçantë dhe të ngjajshëm karakterin e kishte dhe Loredana Brati dhe Heidi Baçi dhe Lori Delli. Domethënë goca të cilat që kanë rritur në Itali e pas ka një lloj vetbesimi shumë të theksuar. Dhe nëse flasim për raportin për shembull të Romeos edhe të Heidit, nëse mbani mend, të dy ishin shumë kokfort, të dy kishin shumë grindje dhe asnjëri nuk lëshonte pe. Dhe në rastin e mbrëmshëm, domethënë e pash një lloj Dolçe që kishte një lloj koklartësie dhe nuk është se i plaste shumë, a do ta shkatroj marrëdhënien me Edin apo jo. Unë mendoj që Edi do të jetë gjithmonë në këtë lojën, derisa është në shtëpi do të jetë gjithmonë në këtë lojën e madhe të Dolçes. Tani Edi ka vënë atë bindje në veten e tij, që domethënë siç e kishte bindjen Luizi, por në fakt që arriti që o të kap Kiarën o s'ka, Edi e ka këtë bindjen o të kem Dolçe në krah o s'ka, pa marrë parasysh domethënë kjo si mendon, sepse Edi don ta tregon atë mashkullin e fuqishëm shqiptar, ndërsa në anën tjetër domethënë kemi Dolçen që nuk është se i plas shumë, nuk është se e përjeton shumë, nuk është se jeton shumë, por domethënë ka lënë thjesht në mëshirë të fatit, në çështje të fatit dhe po e shijon në një farë mënyre këtë Big Brother, por e shoh që është e imponuar nga produksioni që të bëj sa më shumë lojën, që të luaj sa më shumë lojën, sepse mendoj që Dolçe, po të mos bën Dolçe dinamika në atë shtëpi, nuk rritet shikueshmëria, por Dolçe ka mundësinë për shikueshmëri. Tani, a do të jetë Edi dhe Dolçe një nga çiftet e Big Brotherit dhe a do të kemi një dasëm të realizuar brenda kësaj shtëpie? Nuk e besoj dot që Edi dhe Dolçe do të jenë çifti që do të bëjnë dasëm, përkundrazi domethënë e shoh Dolçen si një nga vajzat që tani do fillon të provokon të gjithë meshkujt në shtëpinë e Big Brother.